po përse të lutemi? Përse ka nevojë që ne si njerëz të lutemi dhe të themi me fjalat e që na duhet, nëse Allahu xhaleshanuhu i di të gjitha? A nuk themi ne se Allahu xhaleshanuhu di gjithçka, di atë që mendojmë, me atë që e themi dhe atë që nuk e themi? Përse atëherë ka nevojë që të themi të lutemi me fjalë për gjërat që ne duam të na jap Allahu xhaleshanuhu? A nuk mjafton që thjesht i dëshirojmë? Allahu xhaleshanuhu i di të gjitha, dhe kjo është e pakontestueshme. Por ai na ka obliguar, na ka kërkuar nga ne që të lutemi dhe na ka thënë ud'uni astajib lakum, që t'ju përgjigjem, më lutuni. Pra lutja është rruga e përgjigjes. Po përse? Sepse Allahu xhaleshanuhu do që përmes lutjes t'ia mësoj njeriu të realitetin e funksionimit të gjithë kësaj bote. Ai është se gjithçka është në duart Allahu xhaleshanuhu dhe jo në dorën tënde. Dhe nëse do të marrësh diçka, duhet të trokasësh në derën e tij. Duaja është obligim sepse të mëson modestin. Duaja të mëson të pranosh dobësinë tënde përpara Allahu xhaleshanuhu. E kur të mësohesh të pranosh dobësinë përpara Allahu xhaleshanuhu, do të mësohesh të pranosh të jesh modest para njerëzve të tjerë, sepse e di se s'mund të bësh asgjë, po të gjitha janë në dorë të Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu ka kërkuar që të lutesh edhe pse e di ç'ke në zemër, sepse lutja, shqiptimi i lutjes, këto fjalët që ti do t'i thuash dhe që mund të duken të kota, ta lehtësojnë shpirtin, ta zbrazin barkun dhe brengat që i ke. Ja dhe një dobi tjetër e lutjes. E kërkon Allahu xhaleshanuhu të lutemi nga ne, sepse do që të rish i lidhur me Allahu xhaleshanuhu. Sepse sikur të jepte të gjitha ty vetëm sepse i dëshiron dhe pa pasur nevojë që të lutesh, ti do të bëhesh edhe embel. Po mbasi edhe do të bëhesh e mendje madh dhe dikur do të mendoje që nuk më kanë ardhur nga Allahu xhaleshanuhu, thjesht i dua dhe vinë gjërat. E lutja të bën që të rish i lidhur me Allahun xhaleshanuhu dhe të kujtosh vazhdimisht se ku është dera e mirësive.